kryetari nuk mund të dalë nesër në zyrat e tij, pavarësisht se fakti se ka dalë deri më tani. Qeni për herë të dytë, por 2 herë gjyqësori Gjykata Supreme fillimisht në qershor dhe tani më Gjykata Themelore ka konfirmuar gjetjet e Institutit Kosovës për Drejtësi për paligjshmërinë që Komisioni i Pavarur i Mediave si komision kushtetues i themeluar sipas Kushtetutës së Kosovës përlloj paligjshmëri me rastin e miratimit të rregullores për zgjedhjen e kryetarit të këtij komisioni dhe në anën tjetër për zgjedhjen e vet kryetarit në janar të këtij viti. Pra, siç është bërë ditur, është aprovuar në tërësi padia jon, është shpalli pa lehtëshëm vendimi i KPM-s për zgjedhjen e kryetarit dhe gjykata ka konstatuar se vendimi është marrë mbi një rregullorie të kundërligjshme e cila ishte ndryshuar me vet ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, sepse e dini që rregulloria ishte ndryshuar pa konsultim publik dhe pa bazë qartë ligjore në janar të këtij viti. Siç e dini, Komisioni i Pavarur për Media atkohë vendosi të ndryshojë një rregullore në mënyrë që ta vendos në krye të këtij komisioni një person për të cilin tashmë u konsideru se ka shkelje të ligjshmërisë në raport me zgjedhjen e tij. Pra, në atë kohë u vendos një rregullore ku përkundrejt të ligjit që thonte se zgjedhja e kryetarit të ri duhet të bëhet pas përfundimit të kryetarit paraprak, Komisioni i Pavarur për Media vendosi në mënyrë arbitrare që të ndryshojë rregulloren. Pra, jeni në DNI që një ditë përpara u publikua se si do të jetë ky ndryshim, ndërkohë po atë ditë u ndryshua ajo rregullore dhe po atë ditë u votua për kryetarin e ri. Jakaj, pra, një komision të kohës, Jakaj, kam një pyetje. Çfarë obligimesh ka KPM-ja tani pra? Shqiptani KPM-ja ka kryetari nuk mund të dalë nesër në zyrat e tij, pavarësisht se fakti se ka dalë deri më tani, pavarësisht faktit që ka qenë në DNI për që rregulloria është shpallur e palegjshme nga ana Gjykatës Supreme në qershor të këtij viti, pra ai nuk do duhet të dilte, do duhet që në bazë të parimeve të demokracisë të qeverisë së mirë ai të jepte dorëheqje moralisht, të mos dilte më në zyra, por ne këtu jemi përballë një situate ku njëjtë sikur se qeveria dhe kuvendi ku prodhoi kundër kushtetshmëri dhe kundërligjshmëri, vetë edhe komisionet edhe organizatat e tjera bugjetore, institucionet e tjera kushtetuese vazhduan avazin ose u bën zinxhir i prodhimit të kundërligjshmërisë njëjtë sikur kuvendi dhe qeveria. Pra, nesër nuk do duhet të dilte në zyr kryetari i këtij komisioni, nuk mund të dalë sepse bën edhe shkelje të tjetër të një aktgjykimi të Gjykatës Themelore. Normalisht që palët kanë të drejtë të ankohen ndaj këtij vendimi, por ai nuk do duhet të dilte moralisht, etikisht në zyrat e Komisionit Pavarur për Media. Kjo është një fitore e madhe për sundimin e ligjit, për demokracinë, sepse sipas gjykatës, pavarësisht statusit apo pavarësisë kushtetuese që gëzon vetë ky Komision i Pavarur, ai nuk duhet të kaloj autorizimet ligjore për të cilat vetë Kuvendi i Kosovës i ka dhënë. Në këtë rast nuk ka mundur të miratoj një rregullore pa dalë në konsultime publike dhe nuk ka mundur që të votoj një kryetar pa i skaduar mandati kryetarit aktual. Atkohë u ngut antarët e këtij komisioni, u dok sikur se është një veprim politik për me kap këtë institucion të pavarur kushtetues, por fatmirësisht që gjyqësori po e mbron ligjshmërinë dhe rregullsinë në të gjithë Republikën e Kosovës dhe tani më edhe tek një organ i pavarur siç është Komisioni i Pavarur për Media.